Dhe rikthehemi me bisedën në studio. Tashmë kemi kryetarin e Federatës së Notit Rita Zeqirin bashkë me neve. Faleminderit Rita, është hera e parë që jemi bashkë në studion e Radio Dugaxhinit dhe faleminderit që ke gjetë kohën me çamë neve. Faleminderit, mirë se u gjet, është kënaqësi. Aktualisht kryetarja e vetme femër e një federate në sportet kosovare. Çish është ndjenja edhe sa është e vështirë? Faktikisht si pozitë nuk është që personalisht e kom synu ndonjëherë, unë e kom vepru kudo që ka qenë nevoja njerë si sportiste, pastaj si kryetare e klubit, edhe thjesht ka qenë dëshire dhe vullnet i komunitetit që unë të emrohem në këtë pozitë të tillë, edhe para se me qenë presidente e federatës, unë e kom kontribu në federatë në shumë mënyra. Po ndoshta edhe bagazhi sportiv prej 20 viteve, paka shumë edhe shkollimi edhe përvoja, e kanë bu këtë pozitë komplet natyrshme për mu, edhe kry me plot vullnet, edhe me mision të plot, edhe me dëshirë të pastër që me çu përpara sportin e notit. A është e vështirë me udhëheqjen në federatë? Për disa gjëra është e vështirë, normalisht çdo pozitë vjen me përgjegjësinë e vet, me sfidat e veta, varësisht në çfarë ambienti operon, në cilin shtet operon. Disa probleme i kemi të i kalu shumë letë. Unë mendoj që viti 2025 ka qenë një vit shumë i suksesshëm, jo vetëm që po e tham unë, po edhe shumë sportistë, ata të cilët janë më të rëndësishmit e kanë jep këtë koment, sidomos me ngritjen e nivelive organizative të garave, me nivelet e trajnimeve për trajnerë dhe gjithçka që ka qenë kompetencë jonja, mendoj që e kemi dërguar në një nivel tjetër. Vështirësi e Federatës së Notit, por edhe shumicës së federatave paka shumë mbetën financat, mënyra financimit, vonesat në pagesa nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, dhe në përgjithësi projektet të cilat kërkojnë buxhet të madh. Sepse për organizimin e një gare ndërkombëtare ndoshta është një buxhet shumë i madh vetëm për matje elektronike ose lemo për gjëra tjera logjistike dhe pajisje tjera, po mendoj që ke çdo probleme se hap pas hapi mundemi mi zgjidh. Një herë kemi pas shumë të rëndësishme me kriju një farë qetësie në Federatën e Notit mbas shumë problematikave të cilat i kemi trashëgu, edhe nga dalë me vazhdu me synime dhe me planet tona për të ardhmen. Prej asaj që ke pa pjesëmarrje garat qoftë vendore, qoftë ndërkombëtare, cili është niveli i notuzëve kosovar? Atëherë jo veç këtë intervistë, po edhe në intervista tjera e kom cek që shumica e antarësisë në Federatën e Notit, por edhe në klube, është 99.9% në moshën 18 vjeçare. Domethënë ne kemi krejt garus të ri, edhe unë mendoj po edhe shumica e trajnerëve me cilën kom pas mundësinë me bisedu është që ne duhet të koncentrohemi shumë me kriju një bazë sportive, një masivitet, e pastaj të fokusohemi shumë te garat për tri. Kështu trit, për shembull, për herë të parë ne kemi 2 garuse të cilat kanë qenë të parat në grup mosha në Evropë. Është Parga Abazi dhe Bora Ademi, por të cilat ende për shkak moshës nuk kanë drejtë të marrin pjesë në kampionate evropiane për të ri. Kështu që unë mendoj që njëre duhet me u fokusu në këto nivele garuse për me marrë medaljet e para ndërkombëtare, domethënë te kampionatet për tri, duke marrë parasysh edhe vetë bazën sportive, e cila është një moshe të re, e pastaj të fokusohemi për nivele tjera garuse. Norma olimpike në natë është diçka që vlen cekët dhe potencohet që ka një dallim shumë me sporte tjera, sepse është shumë e vështirë, është pothuajse ka kampionate evropiane kur medalistët nuk kanë normë olimpike, sepse është në atë margjinën e 0.5% të elitës botërore. Domethënë, rekordi botëror edhe norma olimpike janë qaq afër sa që veç 1% e krejt sportistave në botë munden me pas normën olimpike. Kjo ka ndryshuar tash së fundmi në këtë cikël olimpik. Është zbut? Jo, nuk është zbut, është forcuar ende më shumë. Por nuk do me thonë që një sportist në sportin e notit, i cili është në vendin e 23 ose 24 në lojra olimpike, që nuk është sportist elit. Sepse not prej vendit parë dhe vendin e 30 ndoshta mbrin brenda 50-100-tave, se është sport me ashtu edhe atletika pak a shumë me margjina të ngushta. Kështu që jo patjetër medalja olimpike është synim, nuk e kemi synim sepse nuk jemi në atë nivel ende, po siç thash, këto nivelet garuse të kampionateve për tri janë definitivisht synim, diçka rritshme dhe e mundshme me bë. Besoj këtë qënimin e madh për medalje olimpike ta pamundson edhe infrastruktura.
Edhe infrastruktura, po, edhe nëse kishim pas infrastrukturën, tash po foli pak prej përvojës. Po një prej elementeve. Po, një prej elementeve, po shumë vendet rajonit e kanë infrastrukturën edhe nashta janë edhe mbrapa neve, sepse janë ato kapacitetet njerëzore të cilat e dallojnë shtetin me shtet. Do me thonë, kush punon me ty është shumë më rëndësishme se sa qysh duket vendi, pishina e të tjera. E kujt mëson? Po. Çka e dallon Ritën si garuese e notit me Ritën kryetarit të Federatës Notit? Kjo është pyetja e dekadës. Pyetjen më të mirë ma ke po. Tash kur kam filluar me notu kam qenë rreth moshës 9 vjeçare deri në moshën 22 vjeçare. Pak a shumë edhe ato teenage years si kam kalu sa kam qenë duke notu. Definitivisht kam qenë një karakter krejt tjetër. Ekstremisht ambicioze dhe për synimet e mia, kështu gjithçka kam bë për mos më ndal kërkosh në atë rrugën time, edhe ndihem shumë e përmbushur për këtë karrierën që e kam pas. Po atëherë me qenë sportiste nuk do me thonë që patjetër je menaxhere e mirë ose je e udhëheq mirë në federatë sportive, por definitivisht karakterin që e kam pas ka qenë tepër ndryshe, shumë ambicioze, shumë më e vrullshme, me ma shumë emocione, do me thonë krejt komplet tjetër, ndërsa tani jam shumë ma e qetë, nga i krejt. Kalkulon. Se federata nuk është veç, do me thonë, të dëshirat e tuja, po edhe të ato dush me dit tani normalisht, e kam ndikimin tem, por aty është një bërë, një kuvend, dhe do të me ngu edhe të tjerat, shapo mendojnë. Plus është një demokracie plot për brenda federatës, edhe ka edhe mendime cilat edhe nuk më aprovohen. Po kështë shkollë për para? Po. Besoj. Se nëse nuk e merr edhe kritikën për bazë, besoj që nuk përmirësohesh. Se cili tash edhe, po menej, rregulli është bëjë tillë që bordi sheh në perspektiva të ndryshme dhe vjen me një konkludim. Unë çka kam bisedu kështu para bordit edhe në mënyrë zyrtare edhe në mënyrë jo zyrtare është që mu m'intereson veç me pas progres, jo patjetër ajo mu m'vesh me emrin tim gjithçysh. Edhe m'intereson të gjitha aktivitetet me qenë të mirëfillta dhe jo veç me shku kështu shkeleshka dhe trajnimet, ashtu siç bisedum edhe para intervistës. Njënën prej trajnimeve që kemi pas në vitin e kaluar ka qenë me njërin prej trajnerëve më të mirë në botë, Walter Bolognani, i cili ka rrit shumë kampion. Do me thonë çdo aktivitet që kemi bërë, jemi mundu me marrë më të mirën, por sfida është edhe pak te kultura e punës, te mentaliteti dhe ti mund më ofru krejt, po ai tjetri nuk është interesuar për çat nivel. Nuk më interesojnë kështu shumë gjërat formale, gjërat veç shkelëshka, kështu që gjithçka që bëj mundohem me bëj më të mirën, së paku nuk ka mandat pa gabime, po është shumë e rëndësishme se çfarë synon. Që synoj më të mirën për Federatën e Notit edhe kom vendos këtë mandat me jep komplet veten time për brenda kompetencave që i kam për të mirën e komunitetit tim. E keni një plan ambicioz për vitin 2027? Po. Çka ka realisht vërtet? Në vitin 2025 për herë të parë kam marrë pjesë në Kongresin Evropian të Federatës së Notit. Kam qenë e vetme për shkak që në Gjergji pasaportat e Kosovës nuk pranohen, kështu që kam udhëtuar e vetme. Edhe nuk e di jashtë sallës së konferencave a kum pa diçka se ton kohën kam qenë takime dhe kam shfrytzu maksimalisht bisedat me krejt aktorët relevant. Edhe pas kongresit është majtë edhe një takim tjetër mes shteteve anëtare të Multination, është një garë për grup mosha, pak a shumë e nivelit të kampionatit evropian, veç nuk quhet kampionat evropian, pothuaj se krejt shtetet marrin pjesë. Edhe kom shpreh gatishmërinë që Kosova të jetë organizatore e kësaj gare. Dhe janë votu për këto shteteve pjesëmarrëse, kjo nuk ka qenë rastishme sepse ka pas shumë biseda derisa kemi mri te çështja e votimit. Edhe me njerë pasi jom këthy, kom pas takim në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit për me tregu krejt sukseset, edhe tash mbetet bashkëpunimi edhe me pas se qëndrojmë si institucione, sepse ne nuk jemi institucion komplet i pavarur, do me thonë janë disa institucione tjera të cilat varesh prej tyre dhe organizimeve tjera, komuna, ministria të tjera. Edhe është e rëndësishme mu njoftu të gjithë për brenda kompetencave që i kanë, mu interesu për A mundet më bo? Unë mendoj që mundet me u bo,
nëse ndjekët një plan prej këtij momenti, që kemi filluar si federat, sa i përket Federatës së Notit, ne kemi kry pothuajse gjitha obligimet tona. Edhe është shumë e rëndësishme edhe për Kosovën që lurat mesatare mos jenë gara e parë, të jenë disa gara të niveleve tjera në çdo sport. Një farë lloj testimi që është ekstremisht shumë e rëndësishme, sidomos për çështje logjistike, sepse kur vijnë ekipet e mëdha nuk guxon shumë ti me dështu. Sepse që ato ankesa qatë shpejt për hapën sa që kur kush nuk të vjen në edhe rrezikon organizimet e ardhshme. Po, Kosovës mund të pjushtu edhe pishina olimpike 50 metrash, apo? Faktikisht, tash po dalim tek stepi, te diçka tjetër, më thonë me para se me qenë... Për faktin që është lajm për mu pozitiv, nëse ka një investim në infrastrukturë për diçka që e kemi vujt deri tash. Po, une para se me qenë presidente e Federatës së Notit, do me thonë tër jetën time kom punu në sektor privat, edhe aty tash është komplet diçka tjetër, energji tjetër, aty është ty në veç te mendimet e tuja bën çka dush, do me thonë, edhe tash është një investim, Step Arena është do me thonë investim 100% privat, por kjo nuk është diçka negative. Jo, absolutisht jo. Institucionet private dhe publike bashkëpunojnë me njëra tjetrën dhe nuk janë në luftë. Unë mendoj që Stepi është një projekt jashtëzakonisht i mrekullueshëm edhe është vlerë për qytetin, për qytetarët, për komunitetin dhe për gjithë. Të gjithë mundën me përfitu, sepse ajo nuk është bo për mu, as për një person të caktuar, ajo ka me jetu edhe ka me vazhdu projekti jashta jetës tonë, ndoshta, edhe shumë gjenerata mundën me i trashëgut mirat atij projekti, kështu që çdo investim në sport është vetëm vlerë dhe asgjë më pak. Unë jam adhuruar si investime në sport. Çfarë do qofshin ato? Mu nuk kom prish punë kush çka qyshtek për derisa investohet. Na kemi ngjet shumë në këtë aspekt. 25-6 vjet nuk e kemi pas masi jemi te Noti, kemi pas garat i bojmë në pishina 25 metra për garën 50 metra. Po, tash për shembull ka edhe shumë raste. Shumica objekteve sportive janë sfidë menaxhem jo veç Kosovë. Kudo që kam shku, unë kam pas rastin edhe fatin ndoshta me pa shumë objekte sportive, jo veç Notit, por edhe objekte tjera. Tash objektet e Notit janë pak më komplikume, kështu për me shumë komplekse do në zamër. Për me operu, po ka shumë raste të partneriteteve publiko-private edhe i kanë bjetu, do me thonë, qytyn e sfidave. Tash veç kampionati evropian, për shembull Slovaki që është mbajt, kampionati evropian i Notit është në një kompleks ku pishina është publiko-private. Perfekt. Edhe në rëndësi përfituesi i fundit, sportisti dhe qytetari me qenë përfitues. Ajo është e rëndësishme. Absolutisht po. Edhe për fund, e ke përjetu Olimpiadën, ke përjetu garat në Kosovë, jashtë Kosovës, gjithçka, po a ka diçka që të ka me peng që nuk e ke realizu si garuse? Që folja dhe ma herët, nuk e di qysh me spjegu që të ndjenjën e jashtëzakonshme të përmbushjes që e kom pas me karrierën tem. Ndoshta nuk e kom rri atë medaljen olimpike, po për brenda që atyne kornizave cilat kom operu, vepru, edhe kohën kur kom qenë notuse, mendoj që e kom jep ma shumë se maksimumin tem, edhe jam tepër e lumtur, jo vetëm me karrierën time, po edhe me karrierën e motrës, Edës, e cila pastaj ka qenë në lojrat olimpike Tokyo 2020. Edhe diçka nuk më ka mbet, kështu që tham ku mujt me bo ma shumë ose diçka tjetër. Unë alon bes aktive në sport, sepse jam rrit me sport edhe alo jam aktive çdo ditë në sporte të ndryshme. Edhe tash jam me edhe këto ekstremet, se këtu mik prej mendjes. Që aty kom pojnë me fasu. Këtu i kom provu pak pi natyrës tem, kështu nuk është që kom dasht me dëshmu diçka të këtë tjerët, po veç thjesht. Po e ke pas me vetën. Është rutina jam editore sporti edhe unë e sfidoj veten. Nështë e ki fjallën për Ironmanin, kjo ka qenë Ironmani konsiderohet një ana prej garave më të vështira qëndrueshmërisë në botë. Domethënë, nuk e bën gjithçka. Po, ka qenë 4 kilometra not, 180 kilometra bicikëll dhe 42 kilometra vrap në Hamburg të Gjermanisë. Nuk është që kom synu, por asisht kom qenë shqiptarja e parë femër që ka përfundu, do me thonë, një nivel të tillë të garave, nuk e di nëse deri tash e ka përfundu dikush tjetër. Po tash edhe për shkak të angazhimeve edhe në step, edhe në federat, unë jam ende trajnere, kam garuar se mi 3. Nuk është që mo po marr pjesë në gara, po ende jam aktive.
Faleminderit shumë që ke sonte me neve me tregu pak a shumë gjendjen e sportit notit, infrastruktura, gjithçka bën mblaf ka pak. Faleminderit shumë, faleminderit. Ishte kënaqësi.